2 ditë pas protestës së të rinjve në Bulqiz, një protest tjetër e njoftuar në rrjetet sociale për vrasjen e 15 vjeçarit Erion Boba mlodhi në Durrës pak qytetar. Pjesëmarrja e ulët e rëndoi më tej atmosferën për humbjen e të miturit. Halla e Erionit kërkoi më shumë mbështetje, solidaritet qytetar dhe drejtësi për ngjarjen që tronditi vendin. Ishte e dhimbshme mungesa e prindërve. Na intereson vetëm drejtësia e Erionit. Ky shtet duhet lëvizet, është më i rëndë se një tërmet. Kur arrin të vriten fëmijët, mendoj se asgjë s'ka mbi fëmijët më. Të zbardhet çështja, sepse nuk ishte vetëm një vrasës, ai kishte edhe 2-3 shokë tjerë bashkë me atë. Sipas saj, protesta ishte një thirrje publike për të gjithë, dhe veçanërisht institucionet që të ndërhyjnë me masa parandaluese në mënyrë që tragjedit të tilla të mos përsëriten më. Kjo heshtje dhe kjo neglizhencë e këtij populli përpara një fatkesie kaq të rëndë tregon një rënje të ndërgjegjes njerëzore, nuk na kthehet më ideal, sikur bota të përmbyset. Prindrit apo mësues nëpër shkolla, mjek nëpër spitale, kudo që janë, duhet dinë një gjë që nesër mund të ketë një Erion tjetër, si Erioni, si Martini. Dhe kjo është plaga që le Erioni mrapa. Thikat e Erionit janë në çdo zemër shqiptare sot. Erion Boba u plagos rënd me thik më 25 nëntor gjatë një konflikti mes bashkëmoshatarëve në zonën e Ishkënetës në Durrës, ku u godit me thik. Pas 9 ditësh në reanimacion spitalor, 15 vjeçari nuk arriti të mbijetonte plagëve.